Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëjmë një leximin për ju të radhës apo të javës. Është në fakt një lexim kogja apo thirrje për një lloj çlirimi të dashur. Jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda. Jeni në një fazë të vështirë emocionale të dashur Luan dhe mendore absolutisht, por edhe për një potencial që është aty për të rilindë përmes ndriçimit dhe vetdijes, në një farë mënyrë për të larguar nga çfarëdo lloj gjëje që është duke mbajtur peng. Katër të pasqyrës që quhet kjo letër fillon këtij rrëfimi që ndron këto pasqyra para teje me një gjendje mpirje emocionale, do ta quaja. Mërzia, po ndjesie që asgjë nuk më prek më si më parë. Ëndrat dikur duket sikur janë zbehur të dashuran dhe zemra ka nevojë të rikthehet në jetë. Mund të jetë një zhgënim në dashuri, në jetë, apo thjesht një ndjenjë boshllëku që nuk ka emër. Por ky boshllëk nuk do të thotë që është fundi të dashuran. Është ftesa për të parë përtej sipërfaqes. 8 të scroll që quhen, ta quajmë shkupi, flet për burgimin mendor. Kjo është letër që thot, nuk je i lidhur, por mendja jote është ajo që po të pengon të ecësh përpara të dashur Luan. Mund të jetë frika, fajësia ose një histori që ja përsërit vetes, që të mban në vend. Këto kufi nuk janë real të dashur Luan, janë krijuar nga përvojat, traumat apo pritshmëritë e të tjerëve. Është koha të kuptosh që dera është e hapur, por duhet guxim që të dilni jashtë saj. Djalli, tundim i bukur, por i rrem. Ja ku e kemi djallin. Mund të jetë një lidhje që duket joshse, por është duke të bërë keq. Ose një model që je duke ndjekur, sepse të jep ndjenjë e kontrollit, por në të vërtet është duke u konsumuar. Bellarosa që quhet ndryshe kjo në ky djall, në këtë grup letrash, të kujton se atë që duket joshse shpesh është një maskë, siç e ka ajo në fytyrë. Të vërtetat që nuk duam t'i pranojmë janë pikërisht ato që na mbajnë të lidhur. Kjo letër të thotë: shiko përtej bukurisë, përtej tërheqjes dhe pyet veten, është kjo liri apo vetëm një iluzion? Dhe gjithë kjo rrugë të dashur të çon në letrën Merlin, që është letra 0. Ai nuk është shpëtimtar jashtëm. Ai është vetja jote kur zgjedh të dalësh nga hipnoza me një farë mënyre. Merlin është urti, është ndryqim, është dhe magjia e zgjuarsisë së thellë që ke pasur gjithmonë brenda vetes. Ky është në fakt një fillim i një kapitulli të ri. Jo kur dikush tjetër të shpëton, por kur ti zgjedh të dashur Luan të shpëtosh veten tënde. Mesazhi i leximit të juaj të dashur Luan është: zgjimi yt fillon kur ndalon së kërkuar jashtë dhe nis të shohësh brenda. Zinxhirët që e ke bërë veten që je i lidhur për një person apo për një situatë nuk janë të vërtetë. Ajo që mendon se të jep forcë mund të jetë pikërisht ajo që të ka lodhur apo të ka harxhuar. Është koha për të zgjedhur lirinë, për të thyer iluzionet dhe për të hyrë në udhimin e të vërtetës së pastër. Është kogja një lidhje të dashur Luan, një thirrje në fakt të dashur Luan. Është një mesazh në fakt, se nuk do vesh me kaq ta mbaroj, është një mesazh thellësisht transformues, por duhet të jetë nga ju, të vi nga ju dhe nga askush tjetër, të dashur Luan.